Kush e knaq nuk ka nevojë me trahtue. Për disa meshkuj, për disa burra që kanë familje, fëmijë edhe dalin në vajza të reja. Nuk ka rregull, hiç nuk kanë rregull. Nuk kanë moral, nuk kanë karakter. Mira për mi trahtu gruaja ata, nuk ka keq. Po, a? Po, se mja kthye. Mja kthy borxhin, zgjedhen sot gjitha. Nuk ka nevojë me mashtruhe, me rrejte, me trahtue, nuk ka nevojë. Hallën e derte? Ai si ka shqiptarët. Si ka shqiptarët, a? Do thonë se jam këtu, ku jeton? Jetoj në Gjakov. Gjakovora? Fshat. Çfarë ndodh sot çfarë? Punë kom. Vani mirë, vani bukur. Edhe Gjakova. Më dal me shiu pak. A ke dal vetë pa grun? Ja vet. Ja punë, po ata da punë, po ata mi kry këtu. Se mirë, vjella shpesh vi këtu, puna se është mirë këtu. Është bukur. A do të ai marr le bashorët ku shkon dikon? Jo, vetëm i tregoj. Vetëm i tregon, a? Po. Çuçi sot për shembull, po shkoj këtu. Kom një punë, duhet me shku me krye një termin edhe nuk kam problem. Ajo ty atë marr leje? Merr leje. Jo leje, po më tregon. Se leje, jo leje. A mendoj që çift do të më dhon përgjegjësi edhe më dhon llogari një tjetrit? Jo nuk duhet. Pse jo? Pse na të lirë. Na të lirë e dim çka bëjmë, nuk bëjmë sene pa lidhje. Nuk e trahtojmë. Nuk e trahton, a? Jo. Kret po them. Pra ata që trahtojnë, i kanë fëmijë, janë të martuar shumë. Nuk ka mirë, nuk ka rregull është. Nuk ka rregull. Nuk ka mirë derisa ka gruan e fëmijën e vet, familjen e vet nuk ka rregull. Kush trahton sipas teje më shumë? Sipas me trahtojnë trit më shumë mërmendja. Jo, okay, më shumë. Të më shuar ka pak ata se pinë për kafe, se shkojnë e rrinë. Gjithë ditën, ata trahtojnë ma shumë. Cilë të njerë si pas te trahtojnë? Ata që nuk janë të kënaqen me partnerën e vetë partnerin? Normal. Ata që nuk janë të kënaqen, normal. Kush e kënaq nuk ka nevojë me trahtue. Por derisa ka zgjedh çat gru, çat bashkëshortë të jetu me ta, është e tepërt me trahtue, nuk është mirë, nuk është në rregull. Për disa meshkuj, për disa burra që kanë familje, fëmijë edhe dalin në vajza të reja. Nuk ka rregull, hiç nuk kanë rregull. Nuk kanë moral, nuk kanë karakter. Ata. Çfarë kush e thon atyve kategorive? Ty nuk gjë thonë, mos i bëu ato se nuk kanë rregull. Nuk ka mirë. E mos andaj mi trahtu gruaja vet, ç'është kish më duk atyve. Po, mirë për mi trahtu gruaja ata, nuk ka keq. Po, a? Po, se mja kthye. Mja kthy borxhin. Se po të mja kthy? Nëse trahtoni gru? Ja, po çfarë? A do mja kthy me në monedha? Jo, s'duhet. Nuk duhet keqë me të keqë, nuk kthehet, po duhet me folë, dialog me pas bashkë. Apo dhe zgjedhen sot gjitha. Nuk ka nevojë me mashtruhe, me rrejte, me trahtue, nuk ka nevojë. E sa më kanë dialog sot çiftet? Ditët e sotit. Kanë dialog boll, valla kanë veç kush nuk don. Se mundet me pas, ton. Nuk o kam pëlqen, je kam trahton, heca. Paq. Apo dhe. Jo thëmija, jo andaj, gratë, ma shumë i kanë fojët. Gratë i kanë fojët se rrinë burrav. Apo dhe, puna thëmive i rrinë. Po duhet mi alo thëmin grusë. Le thëmin edhe hecë ti. Edhe mas anej nallet burre. Thotë, opa, ka da se unë s'munda më mërë tash me thëmije me gjitha. Po edhe gratë i kanë fojët se i lijujnë. Apo dhe. A do mi kontrolu ma shumë gratë burat? Pa i për mi kontrolu e din, çdo grua të për burët vetën. Ka jeton me vite me ta, nuk ka mundësi me trahtu, mes me morë vesh, mes me kuptue. Po dhe sa nuk munden me po diçka, nëse ne ka trahtu burri se s'ka ku shkon të familja ndoshta. Po me mendja sot do bëj është çu më thonë është shteti jem kajt janë është liri e madhe sot, si për gra, si për burra, po nuk. Ti si burr çka kishe thënë? Burrave një mesazh më së Kisha thonë Noli, mos i trahtoni gratë, nëse keni të mira, nëse keni të këqija dohi krejt, mos i trahtoni, mos e çoni veten poshtë. Mos u bëni veten. Mirëm, fala Gjakovës. Faleminderit.